Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në valët e Window Radio dhe ju falenderoj që na ndiqni. Mos hezitoni për të bërë pjesë e radios, qoftë duke na shkruar, qoftë duke na ndjekur, duke na shpërndarë ndërmiq e shok, e pse jo duke kërkuar edhe mikrofonin. Jam unë Gens Paçuku dhe ju flas nga studion e Londër. E martë sot data 12 maj. Siç e dini, unë çdo të martë jam në Window Radio në emisionin tim Mikrofoni hapur. Një mikrofon i hapur për të gjithë. I hapur për të gjithë, sepse të gjithë duhet ta themi fjalën tonë. Të gjithë duhet ta japim mendimin tonë, por pa harruar zërin kritik, aq të domosdoshëm në zhvillimin demokratik të një vendi. Window Radio ka vend për të gjithë, sepse të gjithë bashkë bëhemi forcë e madhe kontribuese për vendin dhe kombin shqiptar. Dhe Window Radio është ndërtuar bashkë për këtë punë, është radio misionare dhe për misionar. Shqipëria e vogël rrethohet nga Shqipëria e madhe, e ndarë në copa, dhe sikur të mos mjaftonte kjo, shqiptarët u shpërndan anë mban globit. U ndan gjithsekush në hesap të vet, por të nderuar bashkëdhetar, që u shpërndat gjithsekush në hesapin e vet, nuk duhet harrojmë se kemi një hesap të përbashkët, një interes të përbashkët, por edhe një detyrim madhor të përbashkët që është Shqipëria am dhe nuk duhet të harrojmë. Nuk duhet ta lëmë të zvoglohet dhe të tjetërsohet apo të zhduket. Bahuni bashk burra e gra, traj vend për ne po qa. Vazhdimisht ashtu kërkue nga diaspora me ndihmue. Të bahemi bashk, shqiptarët thonë, tot, se nesër do t'jetë shumë vonë. Dhe unë në kërkim të zërit të diasporës, të kontributit të diasporës, të thirrjes për ndihmë të diasporës, në kërkim të atyre që emigruan, por atë nuk e harruan. Sonte do të kem një mikrofon në Selanik të Greqisë, aty ku është emigranti patriot, biznesmen, por edhe poet, zoti Mark Marku. Zoti Mark Marku, mirëmbrëma, mirë se erdhe në valët e radios dhe të falenderoj që pranuat ftesën. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe faleminderit për ftesën që më keni bërë për të marrë pjesë në këtë debat në valët e radios suaj. Është më të vërtet kënaqësi për mua të jem sot këtu e të ndaj mendime së bashku me ju, por sidomos me dëgjuesit tuaj. Vlerësoj mundësinë për këtë diskutim dhe shpresoj që biseda jonë të jetë sa më e dobishme për interesat, sidomos për publikun. Faleminderit edhe një herë për mikpritjen dhe mundësinë që më dha. Do të mundohem të jem i saktë dhe i kujdesshëm në përgjigjet e mia ndaj pyetjeve që ju do më drejtoni, duke u përpjek të jap informacion të qartë, të kuptueshëm dhe të bazuar në njohuri të sakta. Njëkohësisht do të shpreh edhe idetë e mendimet dhe pikpamjet e mia personale rreth atyre çështjeve që unë i njoh ose i kuptoj në një mënyrë se gjitha nuk i din asnjëri, por ato që di dhe ato që kam mundësi të përgjigjem. Dhe vetëm me fakte, por edhe me një këndvështrim më gjerë dhe më të thelluar mbi temat që trajtohen. Faleminderit. Mark, edhe një herë të falenderoj, edhe prandaj të kemi thirrë sonte për të dhënë mendime për ata që di, ne jemi të thjesht në biseda, sepse nga thjeshtësia dalin plot gjëra të rëndësishme. Por para se të fillojmë me bisedën, unë Mark të njoh, po publiku dëgjuesi i radios ndoshta nuk të njeh, edhe do desha një prezantim kush është Mark Marku për dëgjuesin e radios. Po, është një diçka që para shumë Marku ka atë që ka pjesa e madhe e emigrantëve. Historia ka një të përbashkët pa diskutueshme me gjithë, me pjesën ndërmuese të diasporës shqiptare.
të larguar me fjalë në vitet 90 për një jetë më të mirë, për një jetë më të lehtë, detyruar nga gjendja ekonomike, nga gjendja politike, ata që ndodhen në tonë, si një pjesë e madhe shqiptarë u detyruan të marrën rrugën e vet. Unë në vitin 1991 si shqiptarë tjerë, u detyrova dhe u largova në drejtim të Greqisë. Dhe ardhja si e çdo shqiptari tjetër nuk ishte e thjeshtë, ishte me ato peripecit e veta që të gjithë i dim. Dhe shqyqër Zotit, ja kemi dalë, kemi arritur të bëjmë një jetë, të krijojmë kushtet për të qenë një jetë normale, me një familje të konsoliduar dhe vazhdojmë të jemi të tillë. Mark, ku ke lindur Mark? Nga ke origjinën? Origjina ime është unë jam Mirdhitor, nga Mirdhita, nga një fshat i Mirdhitës, nga Vigu. Dhe nga Vigu, po. Jo, nga Vigu, me qenë se tha jam nga Mirdhita, jam nga një fshat i Mirdhitës, nga Vigu, që faktikisht i takon Shkodrës tani. Ta bëjmë një pyetje pa lidhje, nuk e kisha planifikuar, po me qenë se dol. A thu, me qenë se do të bëhen ndarje territoriale, a thu i takon Vigut me shku prapë me Mirdhitën, apo nuk do ta kishin dëshirë vet ato banor? Patjetër, kjo është një çështje më të vërtetë që duhet ka shumë këtë drejtim, por që nuk e di se si ajo don shumë diskutim, shumë kërkime, shumë dëshirë, shumë vendosmëri, dhe ajo është një çështje që don diskutim gjerë. Okej, nëse më doli nga që tha jam nga Vigu, nga Mirdhita, dhe aty u kapa e çik. Mark, siç e the, po siç e di se unë kam emigruar herët. Nuk dinim as gjuhën, nuk dinim gjuhën, nuk njihim njeri, edhe ka qenë shumë e vështirë. Por me mundë me sakrificë, në pjesë e mirë kanë arritur deri diku në ditët e sotme, pasi janë me dokumenta tani. A je i kënaq me çfarë ke arrit deri tani? Erdhën në Greqi si emigrant me një valigje të vogël, por me ëndra të mëdha. Lash pas vendlinjen, familjen, kujtimet, duke nisë një rrugtim të vështirë, por me të vërtet me shumë shpresë. Ditët e para nuk kanë qenë të lehta, punë e lodhshme, sakrificë, në të pa gjumë, por asnjëherë nuk u dorëzova, siç nuk u dorëzuan pjesa e madhe e shqiptarëve. Besova tek vetja, te puna, te ardhmja. Me shumë mund dhe përkushtim fillova të ndërtoj jetën time hap pas hapi. Nga një imigrant i thjesht arrita të mendoj dhe të jem të marr përsipër dhe të jem ambicioz në punën time, pra të kërkoj nga vetja ime që të bëj diçka më shumë se sa një punëtor i thjesht. Punova fort në sektorin e ndërtimit, duke avash arrita të krijoj një kompani të vogël ndërtimi dhe duke siguruar vende pune për shumë ndoshta bashkëpunëtarë tanë, për shumë edhe të huaj tjerë, dhe kjo ishte një arritje e madhe e Markut. Me kalimin e kohës, ambicia shtohej. Mundova dhe arrita të depërtoj pa e lënë sektorin e ndërtimit, edhe në sektorin e turizmit, duke investuar një ide që promovojnë bukuritë, mikpritjen, dashurinë. Edhe këtu pata një arritje e cila më dha krah. Dhe kohët e fundit jam ingranuar edhe në fushën real estate, shitblerje. Arrita të ndërtoj besim, bashkëpunim dhe sukses. Çdo projekt është një sfidë dhe çdo sukses një motivom më shumë për të vazhduar. Prandaj duhet
patjetër për herë të kemi atë dëshirën dhe dëshira gjë e madhe kur mbështetet me këmbgulje dhe me zyrësi, gjërat e thjeshtësohen, bëhen më të thjeshta për cilin do prej nesh. Sot pas shumë vitesh punë dhe sakrificë, ndihem krenar për punën që kam bërë. Historia ime është dëshmi se me guxim, durim dhe punë asgjë nuk është e pamundur. Emigracioni nuk ishte fundi i ëndrrave të mia, por fillimi i një jete të re. Një jetë ndërtuar me djers, me sakrificë dhe dinitet. Dhe sot çdo arritje më kujton një gjë. Njeriu që nuk do zot kurrë, gjithmonë arrin të ndërtoj suksesin e tij. Besoj. E vërtet. Edhe mund të them që ndoshta unë fola për arritjet e mia, në fakt edhe kemi në shqiptar, duam të tregoj, por me që më pyete, unë detyrova të them, dhe arritja më e madhe ime nuk është kjo. Arritja ime më e madhe nuk janë bizneset dhe puna që ndërtova. Veten e ndjej të arrirë në kuptimin e familjes. Fëmijët e mi janë të edukuar, të arsimuar dhe kanë arritur sukses. Që nga dita para emigrimit kanë punuar me të njëjtin qëllim, të vetëm, t'ju krijoj fëmijëve të mi një të ardhme më të mirë. Besoj gjithë kanë pasur këtë mendjen e tyre. Një jetë me mundësi dhe sidomos me vlera. Kam sakrifikuar ditë të tëra pune, kam kalu lodhje, vështirësi, sfida, por çdo sakrificë merr kuptim kur sheh ëndrat e fëmijëve bëhen realitet. Sot për shembull ndihem krenar sepse njëri nga fëmijët e mi punon në ASML në Holland, një nga kompanitë më të njohura dhe më të avancuara në botë. Ai arrit aty fal dijes, përkushtimit dhe karakterit tij të fortë. Don është menaxher i vlerësuar, shumë i vlerësuar në këtë kompani. U shoh sot një ambient modern mes teknologjisë dhe profesionalizmit, më kujtohen vitet kur unë punoja pa pushim, vetëm që ai kishte mundësi të studionte dhe të ecte përpara. Ndërsa djali tjetër ndoqi në rrugën e arkitekturës, një profesion që kërkon talent, imagjinat dhe vizion. Por zemra e tij kishte një thirrje tjetër, sa duket. Arti dhe piktura e tërhoqën fuqishëm. Ngjyrat, forma, krijimtaria u bën pjesë e shpirtit të tij. Ai nuk ndërton vetëm objekte, por krijon emocione mbi tablo. Është një piktor i afirmuar, shkëlqyer, ka studio në Rhodos dhe në Hanja, studio të tjerë. Në çdo vizatim dhe çdo pikturë të tij shoh ndjeshmëri, talent dhe shpirt artisti. Ai zgjodhi të ndjek pasionin dhe kjo për mua është një fitore e padiskutueshme, një fitore e madhe. Nuk ka gjë më të bukur kur shikon fëmijët të arrijnë diçka. Unë fola pak më përpara për arritjet e mia. Ato arritje thjesht kanë qenë arritje mbasi kanë krijuar mundësinë të mbështes fëmijët e mi për të pasur këto gjëra që i kanë. Suksesi nuk matet vetëm me para apo me poste, por me lumturinë dhe realizimin e fëmijëve tanë. Sot kur shoh të dy grupin e tyre, njëri në botën e teknologjisë moderne, tjetër në Universitetin e Artë Këmbëtarisë, e ndjej se sakrificat e mia nuk kanë shkuar kot. Ndërsa vajza ime menaxhon një nga restorantët më në zë të Shqipërisë, të Greqisë së Veriut. Është lodhje e madhe, por që e ka me pasion dhe e ka ngritur në një nivel shumë të lartë dhe sot frekuentohet nga njerëzit me potencial të Greqisë. Mark, ku jeton ju në Selanik, mrena apo në ndonjë zonë tjetër mbretërore? Në periferinë të Selanikut, në një fshat shumë të bukur, quhet Nea Mikaniona. Kam qenë një herë atje. Është një vend i shkëlqyer, ka njerëz të shkëlqyer, njerëz shumë të dashur, njerëz shumë mikpritës dhe çdo të mirë që kërkon sidomos një imigrant. Mark, sakrifica
është mund, është lodhje, por në fund kur shpërblehet, besoj se është krenari dhe ti ke plot të drejtë të krenohesh me ato çfarë ke kriju edhe me ato fëmijë që ke arritur, patjetër në bashkëpunim edhe me bashkëshortën tuaj, nuk ka qenë krejt puna jote. Gjithsesi unë uroj më të mirën për ju e familjen tuaj edhe suksese në vazhdimsi. Tani Mark, Greqia ka plot emigrant shqiptar. Po. 25 vite kam jetuar dhe unë, nuk e di apo jo, në Kret të Greqisë dhe pastaj erdha e u vendosa në një emigracion të dytë në Mbretërinë e Bashkuar. Si është jeta e emigrantëve shqiptar në përgjithësi në Greqi tashmë? A janë integruar me jetën aty apo janë akoma nga ato që flen jashta, flen maleve, janë pa dokumenta, hekin me vrap, ndiqen për ndiqen? Nuk diskutohet, ka kaluar ajo faza emergjente, ajo faza e parë e vështirësive shqiptare, tashmë janë integruar plotësisht. Tani patjetër që këtu më jepet rasti të them diçka për diasporën në përgjithësi. Diaspora shqiptare, në fakt, duhet ta dim mirë, përbën një nga forcat më të mëdha njerëzore, ekonomike dhe kulturore të kombit shqiptar, sepse siç e dim të gjithë, pjesa e madhe e kombit shqiptar janë jashtë kufive të saj. Në kushtet e një politike të britopolizuar dhe shpesh goditur nga korrupsioni, nga gjëra të tjera, shqiptarët kanë marrë rrugët e mërgimit. Është e vërtetë kjo. Dhe shqiptarët ndodhen jashtë. Ama tashmë shqiptarët janë të ingranuar, janë me punët e tyre, me bizneset e tyre, me çdo të mirë që diaspora shqiptare në Greqi, po flasim për diasporën shqiptare në Greqi, ka forcë dhe aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur. Fëmijët e emigrantëve sot studiojnë në universitetet, flasin disa gjuhë, kanë arritur suksese në fushat ndryshme, por në fakt po të flasim edhe për disa gjëra të tjera, po të marrim edhe anën negative për të nxjerrë mësime, pas këtij realiteti pozitiv, shihet edhe një problem i madh. Besoj unë, ndoshta edhe këta duhet t'i themi. Patjetër që po, patjetër, këtu nuk jemi për lustra, jemi për të diskutuar për problemet. Humbja graduale e identitetit kombëtar në Selanik, shumë familje shqiptare kanë zgjedhur heshtjen për origjinën e tyre. Ka prindër që nuk u mësojnë shqipen fëmijëve nga frika e paragjykimit ose dëshira për të dukur me grek se greket. Kjo është tragjike, kjo nuk duhet ndodhë, sepse një kom që harron gjuhën dhe kulturën e vet, humbet një pjesë të shpirtit të tij. Një tjetër problem i diasporës shqiptare është mungesa e organizimit serioz. Shoqatat shpesh krijohen për interesa personale, për fotografi festive apo për përfitime politike, dhe jo për të mbrojtur ato komunitetin. Ka shumë zhurmë në rrjetet sociale, por pak punë konkrete për arsimin shqip, për kulturën, për integrimin dinjitoz të emigrantëve. Në shumë raste shqiptarët në diasporë janë bërë edhe viktima të përçarjes mes tyre. Mentaliteti karinor dhe mungesa e solidaritetit kanë penguar krijimin e një komuniteti të fortë. Në vend që të ndihmojnë njëri tjetrin, shpesh konkurrojnë në mënyrë destruktive. Kjo dobësi është vënë re sidomos në Selanik, këtu ku jam unë, ku potenciali njerëzor është i madh, por bashkëpunimi mbetet i vogël. Në fakt, unë do doja të them që edhe shteti shqiptar mban përgjegjësi për vitet, për gjitha këto vite ku diaspora është, për diasporën kujtohen vetëm për zgjedhje apo për festa kombëtare. Kur ka një festë kombëtare, për zgjedhje vinë politikanët, flasin për patriotizëm, por nuk krijojnë politika serioze për ruajtjen e gjuhës shqipe jashtë vendit, për mbështetjen e emigrantëve apo për lidhje reale me atë. Megjithatë, pavarësisht kritikave, diaspora shqiptare mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të kombit. Ajo ka mbajtur gjallë ekonomikisht shumë familje në Shqipëri
dhe ka treguar se shqiptari ditë mbijetoi edhe në kushte të vështira. Sfida tani nuk është vetëm punosh jashtë vendit, por të ruash identitetin, dinjitetin dhe unitetin kombëtar. Diaspora shqiptare në Greqi, e sidomos ajo në Salonik, ka nevojë për shumë vetdije, organizim dhe krenari kulturore, sepse më besoj se emigracioni nuk duhet të jetë vetëm histori, sakrificë ekonomike, por edhe histori e rujtjes së rrenjeve dhe vlerave shqiptare. Unë më falo Mark se po ndërhy, unë mendoj se shpesh herë shqiptarët e quajnë e ngatrojnë fjalën integrim. Integrim është kur do të thotë që integrohesh në jetën e një vendi, zbaton ligjet e atij vendi, mëson edhe gjuhën e vendit, punon në ato vende me rregullat e atij vendi, edhe kaq, ndërsa shqiptarët quajnë integrim kur bëhesh origjinal si ata, domethënë që e humb traditën tënde, edhe pak a shumë shkon drejt asimilimit. Ky quhet asimilim, nuk quhet integrim. Nëse ti hub prejardhjen, ti asimilu, nuk je integruar. Prandaj them unë që është i çik problem kjo, se nga që na bie shpesh me rrugtu, për shembull, dikur kur vjen nga Athina në Tiranë me avion, ela dho, ju thotë kalamojve, ndërsa kur je në aerodromet e Anglisë, për shembull, come here, domethënë nuk flasin fëmijëve me një farë krenarie, gjëra se ne e dim gjuhën e këtij vendit ku jemi. Unë kam thënë që të dish gjuhën e vendit ku je, për shembull, anormale sa aty jeton, zotësia është që të mësosh kalamojve gjuhën e nënës, domethënë gjuhën e vendit ku ke le, sepse anglishtën, një fëmijë që lind në Angli do ta mësojë se s'ban nuk ka më shkuar edhe sikur ti, mos dush me ja mësue. Po problemi është shqipen a ja mëson dot. Aty është zotësia jote si prind, aty është krenaria jote. Gjithsesi, unë mendoj tani se nuk na shohin më bota me syrin e emigrantit dhe me syrin e keq, dhe shqiptarët duhet të rikthehen ta qyjnë veten shqiptar, sepse të gjithë e dinë si është shqiptar, se ka pasaportën e kuqet shqiptarëve, pra nuk e mohon dot, ose të thosh se nuk jam shqiptar, nuk përfiton ndonjë gjë, kështu që besoj që shqiptarët duhet fillojnë të mendojnë edhe ta qyjnë veten shqiptar, sepse nuk është turp, por është krenari. Mi dha sa përgjigje Mark pat pyetune, domethënë marrëdhënia shqiptare me njëri tjetrin në organizimin e këto, e kuptova se organizimet janë më shumë thjesht për të dukur ose për të marrë ndoshta ne ku ta diun çfarë marr mos marr në pagesa në gjë. Me tha një Imran për Itali që ka zgjedhje lokale, tha në një vend ishin 8 shqiptarë, më duket që ishin në kandidim. E aty shqiptarët kanë rreth 1200 vota. Domethënë sikur të ishte një, patjetër që e fitonte një pozicion në bashki, po gjithsesi më duk e kishin bërë pak si të madhe në fund, nuk fiton asnjëni, po të paktën nesër sy del emri në për gazeta. Mark, je punëtor, kjo duket, sepse nga arritja jote, je punëtor, domethënë ke shku atje me synim me punu dhe me kryu familje. Ke punu, ke kryu familje, por që të kryesh familje nuk ka gjithçka, është edhe rruga që mund t'japësh familjes që ata të vazhdojnë në rrugën e jetën e vet, jo gjithmonë në flatrat tuaja, dhe ti e ke realizuar me sukses edhe të lumt. Por ti nuk jo vetëm që punon, po ti edhe shkruan, me sa kam pa, domethënë shkruan poema, shkruan libra, ku ta di unë çfarë shkruan Mark? Patjetër, unë kam botuar 3 libra. Jam më tërheq shumë poezia, jam apasionant i poezisë, nuk diskutohet kjo. Dhe poezia për mua është një formë e letërsisë që shpreh ndjenjat, mendimet dhe përjetimet e njeriut. Nëpërmjet vargjeve, ritmit dhe figurave artistike, është shumë gjë e bukur. Ajo përdor gjuhë të bukur dhe emocionale për të cilë mesazh mbi dashurinë, jetën, natyrën, adheun. Poezia është diçka shumë e bukur, sepse unë kam shkruar edhe poezi lirike, dramatike, ndryshme, e kupton. Pra, poezia ka forcë, ka një bukuria, besoj unë që nuk jam poet i madh, por kam bërë ato 2-3 libra, i kam bërë me shumë dashuri, dhe e bukur është se kam gjetë një mbështetje pa pamë tek lexuesit. Është kënaqësi e veçantë kur shikon të marrin në telefon dhe thonë dëgjoj, e lexova librin tënd dhe më pëlqeu shumë. Dhe i veçoj thotë kjo ishte shumë e bukur, shumë e arritur, shumë gjë e bukur, e kupton? Sepse poezia, forca e poezisë është ajo
emocioni që zgjon tek lexuesi. Është gjë e madhe kjo. Është shumë e bukur. Edhe kam qenë pasionuar për herë pas poezisë. Gjithë jetën time kam shkruar. Kam shkruar dhe por përfundimisht 2-3 libra kam arritur t'i botoj. Mark, Po. këtë për të shkruar me në flas, këtë dëshirën dhe pasionin për shkruar amore që nga Shqipëria apo të lindi në emigracion? Unë kam që qenë fëmijëri. Qenë fëmijëri, unë nuk do të fjalë, kam shkruar që fillore, që unë shquesha ata që më dëgjojnë e dinë, unë shquesha për hartimet e mira që bëja në shkollë, në klasën e 4, 5. Kam qenë më i miri në hartime. Në hartime dhe në dëshirën për të shkruar poezitë e mia, zanafillën e kanë që në vitet e para të jetës time. Unë kam filluar të shkruaj poezi të vogla, të shkurtra, lidhje fjalësh këtu emocionale që në moshën 10 vjeçare. Mark, pa mbi vlerësua apo në vlerësua në një vend tjetër, a më duket mu për shembull pa zona e Vigut nga ke periudhën ti, i kam pa që njerëzit kanë shumë oratori, domethënë më duket sikur e kanë një gen brenda, domethënë letërsie, oratorie, krijimtarie, nuk e di, më duken oratorë kur flasin. A është e vërtetë e ke pa ndonjëherë me këtë syti? Unë nuk mund ta them një gjë të tillë. Oratorizmi është një ashtu në vete me fjalë, unë nuk shquhem për oratorizëm, në fakt, por patjetër që zona ime ka shumë njerëz që kanë oratorizmin e kanë një veti të tyre, edhe është gjë shumë e bukur, në fakt nuk s'ka gjë më të bukur se të jesh orator. Prandaj po them pra. Dhe ta përcjellësh tek ai që dëgjon në mënyrën më të mirë të mundshme atë që don të ashtu, pak a shumë është gjë e bukur ajo. Mark, po. në qoftë se ti në mendjen tënde i ke pak a shumë gjithçka që ke shkruar, po flasim tani për poezitë, edhe në qoftë se ti do të bësh një klasifikim apo një vlerësim të poezive, a ke një poezi që mund ta vlerësosh vetë me çmimin Nobel? Me çmimin Nobel, kuptimin me gjykimin dhe vlerësimin ta, nuk po themi Nobel për në Suedi. A ke një poezi që e man si më të mirën? Jo, nuk di. Gjitha poezitë e mia më duken të mira. Unë ka poezi që nuk ke domethënë një që duket sikur ke as një hap më anë. Ja, unë ndoshta nuk e di, është tepër që të lexoj një poezi, meqense kam librin tim këtu, poezinë e parë në librin e dytë. E kupton? Bravo, me qenë se pas ke librin aty se isha në vështirësi, thash ti them Markut apo do ta zonë pa përgatit, po me qenë se pas ke librin aty duhet na lexosh një poezi. Rastisi, faleminderit që më jep mundësinë të lexoj një nga poezitë e mia. Është poezia e parë në librin e dytë. Kombi, sërt veç një cop tokë. As flamur që balon në erë. Është zemra që rre në çdo gjoks, histori që nuk vdes në skëter. Është kënga e nënës në djep, gjaku i derdhur për një emër. Janë gurët e lashtë në mbules, barët që flasin pa zën kujtes. Kombi është gjuha që flet pa frikë. Fjala që ruhet me vindje e kreni. Është buka që ndahet në tërez, gjaku dhe loti që derdhen për liri. Nuk jetohet kombi me fjalë të kota, por me gjak mund e dashuri. Në breza që lindin e rritën në përmote, ai pret të rritët me dignitet e drejtësi. Mos e harro, o birë i këtij dheu, se kombi e ti në shpirt e në mendje, në gjuhën që flet, në punën që bën, në tokën atë dheut, në të drejtën që mbran.
Kjo është poezia e parë e librit tim të dytë. Tani Mark, jo se e lexove në radio në emisionin tim, po me thënë të drejtën më preku një poezi e shkruar bukur, me ndjenjë, po edhe me kuptim edhe me mesazh, dhe falenderoj që na e lexove, edhe unë të përgëzoj se shkruan bukur edhe të uroj suksese në vazhdimsi, se besoj që do të kesh edhe poezi të tjera edhe libra të tjerë, sepse i akoma i ri edhe tamam bile i në moshën e krijimtarisë. Tani me qenë se a qënë vetën artist o unë të quj për veti? Jo. Okay. Unë e quj vetën njëri që kam pasion, vlerësoj artistët, vlerësoj gjërat e bukura, vlerësoj, lexoj, patjetër, mendoj, por të jem artist, këtë do ta fund të tjerët. Okej, unë them që je artist, o Mark. Unë jam Marku dhe do të vetëm i tim. Unë them je artist. Megjithatë, me qenë se na kjo punë tek artistët, do të bëj një pyetje, ndoshta duket pak provokuese, po unë do ta bëj pastaj ti i përgjigjesh, nuk i përgjigjesh, është puna jote. Para pak ditësh u bë e madhe, domethënë po flitet shumë edhe në media dhe rrjetet sociale dhe kudo. Pam Robert Ndrenikën, që shkoi në sallën e gjyqit, i puthi dorën e Rën Velisë dhe i tha, pra aq burg sa të ka ngjetur, tha e baj unë. Tani jam dakord me ndjenja për njeriu, ne kemi shumë njerëz për të marrë shembull pozitiv, duhet i dume, duhet sakrifikojmë për ta, duhet hesim për ta, duhet shkojmë mas aty. Po tani Rën Velia i dikush thot, po nuk ka dënuar akoma, është ky prezumimi i pafajësisë. Jo, mor, jo se ai nuk ka fut kot në burg, se nuk e kapën lyps rrugë. Ai ka qenë një ndër njerëzit më të fortë në Shqipëri, edhe nuk e ka fut kush kot. Pra ai ka bë krime. Pastaj nuk po themi ndoshta ai ka bën krime, se ju themi shtëpia e njerëzve, krim quhet, edhe vjedhje i ka bën gjitha. Tani një artist i nivelit Robert Ndrenikës, mu duk se nuk më takon ta gjykoj në bisedë, unë kam dhënë gjykimet e mia, po mu duk se ra pak poshtë, Mark, Robert Ndrenika me atë akt. Çfarë mendimi ke? Fillimisht edhe unë e mendova ashtu siç e the. Por e vërteta është, besoj unë, mbas gjykimit kështu me ftofsi, unë e shikoj paksa ndryshe. Takimi në sallën e gjyqit mes Robert Ndrenikës dhe Rën Veliet u perceptu nga shumë njerëz, një moment që ishte një moment me ngarkesë fort njerëzore, edhe simbolike, duke qenë se njëri aktor i madh dhe tjetri ishte në detyra të larta. Prania e një artisti të madh si Ndrenika në një ambient gjyqësor tërhoqi vëmendjen jo vetëm për raportin personal, por edhe për mesazhin moral që ky i përcolli, se dëgjova i tha unë e bojon burgun për ty, nëse ka. Pra do të thotë që e ke marrë unë. Në raste të tilla, publiku shpesh ndon emocioni nga politika, duke parë më shumë me divizion njerëzor të mbështetjes. Robert Ndrenika njihet si figurë e respektueme e artit shqiptar dhe çdo dalje e tij publike merr peshë të veçantë. Kjo është e vërtetë, duhet ta kuptojmë këtë. Nga ana tjetër, figura e Rën Veliet mbetet e debatueshme, shumë e debatueshme, sepse ai është në burg dhe e lidhur me zhvillime të forta politike ligjore. Takimi nuk ishte si ndryshe, krijoi reagime të forta. Disa e panë si një akt misie solidariteti, të tjerë si një gest me ndikim publik. Në shoqërinë demokratike marrëdhëniet njerëzore nuk zhduken. Këtë duhet ta kuptojmë. Nuk kemi kush jemi ne që të vëmë mure që këtu bëhen takime dhe atje s'bën takime. Nuk duhet të ekzistojë kjo, besoj. Jo, Mark, jam dakord. Momente të tilla tregojnë që edhe ndikimin që figurat publike kanë në perceptimin e opinionit qytetar, sepse gjykata mbetet vendi ku flasin faktet dhe ligjit, ndërsa emocionet janë gjë tjetër. Mbeten pjesë e reagimit shoqëror. Në fund, ky takim u komentu më shumë si një pamje njerëzore mes dy figurave, sesa si një ngjarje politike në vetvete.
Dakor, Robert Ndrejnike për momentet i madh, edhe nuk e hiezon as pak ajo që bani. Fillimisht edhe unë kam shkruar edhe në Facebook, edhe u mendova dhe unë thashë gabim ishte kjo, se më shkruaj pak sa me nocione tendencioze të ashtu, pse si ka mundësi të shkojë në mbështetjes një njeri që është në burg. Jo, ai ka mundësi, ai e theu atë, ai u tregoi atyre të tjerëve nevojën që do të them diçka edhe për mosreagimin. Po nevojën nga mosreagimi, ai doli aty dhe ju tha edhe aktorëve të tjerë që ore, mos flini gjumë. Patjetër, që është ajo shprehje që jo, artistat nuk do të merren me politikë. Përkundrazi, artistat janë ata që duhet t'i dalin dhe duhet të kenë mendim politik, duhet t'i dalin balë politikës, duhet marrin vendime dhe edhe lëvizja e tij për mua nuk ishte, unë jam i këtij mendimi, nuk ishte as pak gabim. Okej. Unë ta kishim ditë se do të më japësh këtë përgjigje. Unë do të kishim thirrë sonde në debat edhe nuën vllajën tan. Po. Okej. Veç e ta kishim pyet sa shtëpia ka shem te 5 muaj Elon Veliaj. Po. Ajo është keqësisht tjetër, ajo është keqësisht tjetër. Prandaj them unë se këto, dëgjoj, Mark, këto që shemin në shtëpia, e lën njerëzit jashtë. Unë nuk po them për rrobat e amrenshme të ajolës të gruzëve se hajtë se domethënë nuk do ta trajtojmë si në mënyrë njerëzore ndoshta për asaj, po një që shem në shtëpiat është njerëzor edhe për te emocionit, nëse je një republik besoj si duhet ta përmbajësh emocionin edhe mos dalësh, mund ta mbështet, si ke drejt me mbështet këto, sepse ai nuk ta gjykon sa burr i mirë, por mbështetja publike e një personi shumë të debatueshëm për mua nuk ishte pozitive, gjithsesi unë të pyeta dhe ne pranojmë mendimin tuaj, pavarësisht se unë personalisht mund të kem mendim ndryshe. Mark, jemi gati duke dal nga Seraniku, sepse folëm do doja të them diçka. Për mosreagimin do doja të them diçka, kur do të më jep mundësi që të shprehem sadopak për mosreagimin e shqiptarëve. Megjithatë, vazhdo pyetjen tënde. Mosreagimin në çfarë? Lidhje me qeverinë thotë. Në përgjithësi. Okej, atëherë mosreagimin në përgjithësi. Po. Unë thash, jemi në Selanik, folëm për ty, për shqiptarët e Selanikut, do të vim pak më avojën të flasim për diasporën në përgjithësi në të gjithë botën, po u morëm një herë me qenë se ti je aty. Mbas bisedave që bani me njerëz atje, diskutoni edhe për Shqipërinë patjetër, që diskutoni, a mendojnë shqiptarët se mund të kthehen ndonjëherë në vendlinje për ta vazhduar jetën në vendin e vet? Për shembull, nëse dikush është i realizuar atje, fëmijëve ju ka dhënë një far rrugë, i ka rregulluar një gjë tjetër, a kanë në mendje shqiptarët me u kthy në erë në Shqipëri, apo tani janë integruar kaq shumë sa që kanë vështirë të kthehen në Shqipëri se duhet me fillu nga fillimi? Kjo përgjigje nuk mund të jepet me një e kanë apo se kanë, duan apo s'duan. Marrëdhënia, kjo ka zanafillën e ka diku shumë thellë. Marrëdhënia midis diasporës dhe politikës shqiptare është mbushur me shpresë, zhgënjim, nostalgji, mosbesim, ndikim real ekonomik, shumë gjëra. Që nga vitet 90 revolucioni shqiptar nuk ishte thjesht një lëvizje ekonomike, ai ishte një largim masiv nga pasiguria, varfëria, kaos institucional dhe mungesa e perspektivës. Shumë shqiptarë larguan në vende të ndryshme në gjithë botën, në shumë raste diaspora nuk u largua vetëm për gjetë punë, por për të shpëtuar nga mungesa e besimit tek shteti, tek ligjet. Kjo është e vërtetë. Paradoksi është se ndërsa politika shqiptare shpesh është kritikuar për korrupsion dhe pafsi, ekonomia shqiptare për dekada është mbajtur në kamp nga remitancat e emigrantëve. Apo jo? Është e vërtetë. Po. Diaspora shqiptare ka financuar familje, biznese, ndërtim, shtëpi, arsimim, mbijetesë ekonomike. Është patjetër, ka luajtur rol. Në periudhë krizash, emigrantët kanë qenë shpesh banga sociale e Shqipërisë. Por pikërisht të lind një kontradikt e madhe. Diaspora kontribon ekonomikisht, por shpesh ndihet e përjashtuar politikisht. Aty ndalo sepse aty se do ta këshillojmë çik më gjanë sepse na intereson
Po i mem një pikë kësaj, pastaj do të kalojmë ta shillojmë problemin e diasporës, domethënë e lam të ekonomia, jo tani direkt, do të kemi një bisedë vogël për disa gjëra të tjera, pastaj do kalojmë ke diaspora se si a duhet lëvizi përtej lëvizjeve e nimave ekonomike, a duhet përfshihet edhe në politikë. Por e ndarim për momentin këtu, a viziton ndonjëherë Shqipërinë ti Mark? Po, zakonisht nuk bëhet fjalë. 3-4 herë në vit, duke qenë se edhe pozicioni im është afër, jemi afër me vendin ton, por kemi edhe detyrimet, nuk është halli që jemi afër dhe e bëjmë sepse kemi kohë, por kemi detyrime sepse nëna ime jeton, kam familjen, kam vëllezër, kam motra dhe kam edhe dashuri, kam edhe dëshirë që të vizitoj vendin. Për herë kam qenë me mendimin që do vi ajo ditë që Marku do kthehet në Shqipëri, por e parealizueshme, e provova një herë në 2017 dhe u largova, pra shkova me shumë dëshirë dhe u ktheva me shumë zgjenim prapë në Greqi, e kupton. Dhe nuk janë kriju kushtet. Jo, nuk kanë kriju, po janë përkeqësue. Mark, të kemi pa në shtator në Rrëshën në organizimin e Kuvendit Veriut. Ishit një ndër organizatorët. A ishte ky një kontribut për të ndërtuar diçka në Shqipërinë në mbrojtje të interesave të bashkëdhëtarëve, apo çfarë kuptimi kishte ky takim edhe ky kuvend? Ky takim ishte shumë i rëndësishëm, shumë i arritur, me shumë vlerë, edhe mori edhe vëmendjen që duhet. Por problemi është që duhet kjo mbahet nga vazhdimësia, nga hapet e tjerë. Hapi i parë për herë është një gjë shumë e rëndësishme në vendimarrje të rëndësishme, por edhe hapat që pasojnë duhet të jenë po kaq të rëndësishëm, po kaq me vlerë, po kaq të fuqishëm. Dhe Kuvendi i Veriut, me sa duket, e ka atë potencialin, dëshirën, këmbguljen, zgjuarsinë, njerëzit që mbështesin, ka mbështetje dhe do ketë shumë mbarësi, besoj. A ka vend për zgjerim, domethënë ky Kuvendi i Veriut duket si përfaqëson vetëm një pjesë të Shqipërisë. A ka vend për zgjerim në kuptimin që të përfshijë ndoshta edhe kretë Shqipërinë, të bëhet një kuvend i madh që njerëzit të ndërgjegjësohen, të bëhet një thirrje për njerëzit që kushdo me kontribu për vendin e vet në kuptimin e kësaj, sepse nga politika po marrim pak për mos me thënë as pak, kështu që ndoshta a ka vend për të zgjeruar, a ka vend për me bën thirrje për me afruar njerëz nga të gjitha trebat, edhe ndoshta bëjmë një punë Mark, sepse kështu me sa duket kemi ngel në vend numërosën hapa mrapa. Vetë fjala kuvend nuk përjashton atë, sidomos Kuvendi i Veriut është një kuvend përbashkues dhe motivues për të gjithë, për të bashkuar dhe për të qenë në mbrojtje të interesave të dheut, të interesave të shqiptarëve, dhe kjo është pika më e fortë e këtij kuvendi. Bravo Mark, ju uroj suksese në atë drejtim. Tani Mark, dikur kanë pasur se të gjitha rrugët të shkojnë në Rom, po tani ka dalë diçka tjetër, thotë në shqiptarët se për shqiptarët a ndryshe, të gjitha rrugët na dërgojnë në politikë. Nuk e di nëse ka bërë mirë politika, por të paktën e di se keq ka bërë plot. A e ndisni politikën në Shqipëri? Politikën shqiptarët gjithë merren me politikë, por asnjë pa politikë. Asnjë politika nuk është diçka e rëndësishme, në fakt, që të merrem dhe të kesh një ori për politikën. Me politikanët paksa unë më pëlqen për herë të shprehem paksa ashpër, jo se nuk dua politikanët. Politikanët shqiptarë kanë vite që sillen si pronar të vendit, dhe jo si shërbetor qytetarëve. Politikanët do të jetë shërbetor i qytetarit. Vetëm në Shqipëri do në këtë mas kaq të madhe se kudo ka, por që premtimet i kanë kthyer në mashtrime që dalin vetëm para zgjedhjeve, edhe që duken sa po mbaron numërimi i votave. Ke vënë këtë apo jo? Po, sigurisht, është e vërtetë.
flasin për zhvillim, ndërsa të rit largohen çdo ditë, sepse nuk shohin asnjë të ardhme në Shqipëri. Ka ndërtu një politikë ku interesat personale vlejnë më shumë sa diniteti i popullit. Në vend të debatit ndershëm, shohim arrogancë, sharje, tatu të lodhur politik. Korrupsioni është bërë aq i zakonshëm sa shumë njerëz nuk habiten me skandalet. Ndodhin çfarë nuk ndodh në Shqipëri dhe nuk i bën përshtypje asnjëriu. Habitën kur nuk ndodh gjë, kur ndodh habitën. Në të njëjtën kohë që qytetarët paguajnë taksa, sakrifikojnë dhe përballen me vështirësi që politika as që i ndjen fare, nuk do t'ja di. Politikanët ndrojnë partitë si fanela futbolli vetëm për pushtet e privilegje. I kemi pa, shkojnë nga një parti në tjetër sipas interesave. Ata kujtohen për popullin vetëm kur duhen vota. Pastaj izolohen prej luksit dhe interesave të tyre. Po, Shqipëria nuk ka nevojë për lider që flasin bukur në ekran, por për njerëz që punojnë me përgjegjësi dhe ndershmëri. Mjaft më me propagandë dhe patriotizëm falso që përdoret për të fshehtë dështimet. E ke pa, për të fshehtë dështimet, kanë bëjnë fjalimet bukura edhe i njëktojnë në popull dhe populli i pranon. Po jo i pranon, po. Një popull që lodhe çdo ditë për bukën e gojës meriton me shumë respekt dhe me pak tallje nga politika. Shqiptarët mos shikojmë në ato gradaçelat, po një pjesë e mirë e shqiptarëve vuajnë sot. Ne gjithë kemi njerëz tan, gjithë kemi në fshatat shqiptare edhe e dim se si është gjendja. Politika shqiptare duhet kuptoj se durimi i njerëzve nuk është i pafund. Ka fund, vjen një moment që sepse kur humbet besimi i qytetarëve, humbet themeli i vetë shtetit. Më duket se në Shqipëri është pafund durimi. Pafund, është e vërtet, ajo që thuti, po për politikën shohim në qeverinë shqiptare, prej vitesh është përballë me akuza të vazhdueshme për korrupsion, abuzim me pushtetin dhe mungesë transparencë ndaj qytetarëve. Skandalet që kanë dalë në dritë nuk janë me raste të izoluara, por janë kthyer në një model shqetësues që kanë dëmtuar besimin e publikut tek institucionet shtetërore. Nga aferat me tendrat publik, koncesionet të dëshimta deri tek lidhjet politikës me krimin dhe pasurimin e pajisikuar. E kupton? Është i kujt? I zyrtarëve. I zyrtarëve të lartë. Qytetarët kanë thënë shpesh një shtet që duket se punon më shumë për interesat e një pakicës sa për popullin. Dhe e shohin, por e thash pak përpara, mos reagimi është një emet e madhe shqiptarëve. Dhe kthehen shikojmë edhe ne që jemi në migrim e kuptojmë. Edhe në vendet ku jemi, ne jemi njerëz që nuk reagojmë. Nuk reagojmë sepse padrejtësi bën kudo. Por ka organizime, ka mënyra se si njerëzit duhet të jenë të organizuar për të reaguar ndaj skeqjes. Nuk duhet për shtati të bëhet normale e keqja që ekziston. Ajo don kundërshtim. Një nga problemet më të mëdha që ka Shqipëria është kjo, them unë. E kupton? Është qytetarët kanë parë shpesh një shtet që duket se punon shumë vetëm për pakicën. Kjo është problem. Shqipëria vazhdon të përballet me varfëri, papundësi dhe paga të ulta, ndërsa propaganda politike mundohet me kriju një realitet artificial që nuk përputhet me jetën e përditshme të qytetarëve. Po ashtu drejtësia është perceptuar si selektive. Premtimet për luftë kundër korrupsionit janë përsërit në çdo mandat. Në çdo mandat sa herë ashtu dalin flasin për këtë, por shumë skandale ne shikojmë gjithë sepse syt i kemi, mendjen e kemi dhe dim të vlerësojmë. Shumë skandale janë mbyllur pa përgjegjësi konkrete. Kjo ka kriju, ne kemi raste, unë filloj të them tani balluku njëra tjetra. Kjo ka krijuar një ndjesi se ligji nuk vepron njësoj, por të gjithë si një pushtet politik. Shpesh
kjo mbetet pa drejtësi. Shpesh herë investimet publike në shumë raste janë shkëlqyeshme me dyshime për shpërdorim fondesh dhe mungesë cilësie. Çfarë mungesë cilësie? Kur themi për mungesë cilësie, më kujtohet ajo rruga e Librashtit, ose tuneli Llogaras, ose rrugë të tjera që kanë pësuar domë të papësueshme, nuk bën takim me kujtëm boskë që pritet një rrugë tonë për pasë të bërtohet. Që shemi një tunel, qytetarët paguajnë taksa, gjithë njerëz më të larta, por vazhdojnë të ballen me shërbime të dobta, në shëndetësi, arsim, në infrastrukturë, besojnë. Ndërkohë, luksit dhe privilegjet e elitës politike, njerëzit i shohin çdo ditë si një kontrast bëjmshëm me realitetin e tyre ekonomik. Mediat dhe zoni kritik janë vendosur shpesh në presionin politik apo ekonomik, duke krijuar frikën se demokracia po dobësohet. Gradualisht, një qeveri që nuk pranon kritikën dhe mundohet të kontrollojë narrativen publike, rrezikon të largohet nga parimet demokratike. Janë largu, jo rrezikon, ato janë të larguar nga parimet demokratike. Në fund, problemi më i madh nuk është vetëm ekzistenca e skandaleve, por fakti që ata përsëriten vazhdimisht, vazhdojnë, nuk duan t'ia dinë për popullin, sepse nuk ka reagim, nuk reagon njeriu. Dhe si do reagojnë njerëzit? Sepse si mënyra si reagojnë shqiptarët është marrin çantën dhe ikin në Evropë, ikin jashtë shtetit. Pra nuk marrin ato që të dalojnë, të qëndrojnë, të kërkojnë. Jo, do ikim jashtë shtetit. Është mënyra më e thjeshtë, me sa duket. Është zgjidhje. Po mirë, pa përgjegjësi morale. Shqipëria ka nevojë për institucione të forta. Kjo është për transparencë reale dhe për një politikë që i shërben qytetarëve, jo intereseve të atyre pushtetarëve. Vetëm atëherë mund rikthehet besimi i humbur i popullit tek shteti dhe tek ardhmja e vendit. Por unë do të folja edhe për opozitën po doje. Do ta çoj, jo, mos u fut aty një herë se ta marrim pak me qeverinë. Do kalojmë edhe atje patjetër që do ta plotësojmë dëshirën sepse është jo dëshirën, po është detyrë që të flasim edhe për ato. Po disa flas për qeverinë, patjetër që po do flasim, po duhet të thënë që me 7 maj tani në Britaninë e Madhe u zhvilluan zgjedhjet lokale dhe partia në pushtet është Partia Laboriste, humbi keq. Domethënë, edhe i kërkuan dorëheqjen kryeministrit britanik. Edhe nëse ky dorëhiqet, bën 7 kryeministra në 6 vjet, ndërsa në Shqipëri kemi një kryeministër ka 13 vjet. Ti fole keq për këtë. Nuk la çapa thënë si themin ne me dialekt tot. E ky prapë në pushtet. Tashti ky mirë s'ka punu, nuk ma merr mendje, e ke pati në Greqi, me qenë se rrin aty dhe nuk ka qenë shumë larg në Tebi që u përplasën ato trenat, ato ke trenat, ai ministri i transporteve nuk i ngrën ai shinat, nuk i bën ai lëvizjet, po ai dha dorëheqjen si gest moral, domethënë që e pranoi gabimi nuk ishte i atij direkt, o indirekt, por ai dha dorëheqjen. Në Shqipëri nuk shohim as që kanë me dhanë dorëheqjen. Pra 13 vjet kryeministër me gjitha të zezat që mund të bëjë, jo një kryeministër, por një kriminal, se kryeministër nuk duhet, s'ka mundësi me bën kaq. Tani një kryeministër 13 vjet është e pabesueshme. Disa njerëz mendojnë se kjo sjell stabilitet, kujtojnë disa. Por e vërtet dikush që nuk ka këtu mrena, nga larg thot po, Helmut Kohl i dytë. Po, ata argumentojnë se politikat afat gjata kanë më shumë japën rezultate. Gjithashtu përvoja gjatë mund të ndihmojë, kujtojnë, nga ana tjetër qëndrimi shumë i gjatë në pushtet mund të krijojë mungesa konkurrence politike. Edhe kjo është krijuar në Shqipëri. Pra nuk ka konkurrencë politike. Kjo mund të çojë në përqendrim tepër të pushtetit në një person, në një grup që nuk e meriton, që nuk duhet të jetë. Në gjitha rastet rrezikohet dobësimi i institucioneve demokratike. Rotacioni i pushtetit shihet shpesh si mënyrë
për të ruajtur balancat demokratike. Kështu që nuk e di, është e pabesueshme, nuk e kemi atë lloj demokracie ne që mund të majmë kryeministër më shumë se një mandat ose 2 mandate e shumta. Nuk duhet t'ja lejojmë vetes, por ne jemi Atëherë, Partia Demokratike dhe opozita që duhet të jenë shpresë, domethënë, ato duhet i prinë kësaj për politike, duhet i prinë kësaj përballje me këtë qeveri të krimit që e ka zaptu këtë vend ka 13 vjet duke se s'do më lëshu. Zakonisht është si shpresë opozita. Ti si e shikon opozitën momentalisht? Fatkeqësisht. Unë do them atë që ndjej, atë që shikoj, jo me kështu. Edhe opozita shqiptare në vend që të shërbente një alternativë të fortë dhe shpresë për qytetarët, shpesh ka dështu përmbush dhe të ketë rolin e saj demokratik. Për vite me radhë, ajo është parë me shumë e përfshirë konfliktet brendshme, konfliktet brendshme nuk ka. Partia Demokratike sa duhet, për gjithkohën. Interesa personale dhe luftë për pushtet, se sa në ndërtimin e një vizioni serioz për vendin. Kjo ka bërë që shumë qytetarë të humbasin besimin, jo vetëm te qeveria, por edhe tek politika shqiptare në përgjithësi. Unë për veten time them që një nga kritikat më të mëdha ndaj opozitës është mungesa e konsistencës dhe e një programi bindës. Ke pa ne program bindës, që bind qytetarët. Për mua është shumë serioze kjo. Nuk është ajo që thonë tjerë, jo është të bedjesë, jo ky. Ore nuk programet kanë rëndësi. Programet janë ato që shpesh ajo ka ngritur akuzat forta ndaj qeverisë për korrupsion dhe për abuzim, por vetë shumë figura opozitare e kanë edhe ato një stil me fjalë. Një diskutim politik. E vërtet, janë e kanë ato që lidhen me periudhë kur kanë qenë në pushtet. Po, janë të përfolur. Kjo krijon perceptimin se politika shqiptare ndryshon vetëm emrat, por jo mënyrën e funksionimit. Prapë mund të them që opozita është kritikuar për bojkotet e vazhdueshme në Shqipëri, tensionet politike, edhe retorikën e ashpër që shpesh kanë sjellë me shumë destabilitet të zgjedhje konkrete. Në vend që të ndërtohen ura kur veprimet janë të pa biologjike, komunikimi forcon demokracinë parlamentare, duhet komunikimi. Ajo në disa raste, në shumë raste dhe për herë, zgjidh konfliktet kur debatohet si strategji politike. Një tjetër problem është mungesa e afrimit me qytetarët e zakonshëm. Kjo ka një problem serioz, opozita shqiptare. Nuk është e afruar me masën. Shumë njerëz ndihen pa përfaqësuar. Të pa përfaqësuar, e vërtetë. Po si do të përfaqësohesh Omar, më fal se po të mbres, sa përfaqësimi ke aty kur më ban një sistem zgjedhor me lista të mbyllura edhe fut 30 vet nga ato njerëzit që ke rreth e servila edhe që duhet të marrin edhe ty aty në pushtet, edhe pastaj njerëzit që kanë lidhje direkte me masën nuk gjen hapësira. Prandaj them që është e vret demokracinë, edhe vret edhe mbështetjen popullore, lista e mbyllur. Sepse opozita shpesh fokusohet tek lufta për pushtet. Dhe jo tek problemet reale, si papunësia, çmimet e larta, arsimi apo shëndetësia. Ajo ka fill apati politike dhe uljet pjesëmarrjes në zgjedhje. Sepse nuk përqendrohen, Shqipëria ka probleme. Nuk duhet një opozitë shumë e fortë. Mjafton të ishte një opozitë normale. Nuk ka rëndësi të jetë shumë e fortë, por një opozitë normale. Edi Rama do ishte zhdukur që në mandatin e dytë, me veprimet dhe me problemet që kishte Shqipëria dhe politika shqiptare. Në thelb Shqipëria duket sikur ka mbetur peng mes një qeverie të kritikuar për arrogancë dhe korrupsion dhe vjedhje dhe çfarë dush thuj, dhe një opozitë që ende nuk ka arritur të bijë qytetarët se mund të sjellin ndryshim real. Për këtë arsye, shumë shqiptarë ndihen të lodhur nga politika dhe të zhgënjur nga mungesa e figurave që vendosin interesin publik mbi interesin personal apo partijak.
Shqipëri ka probleme të tilla, të natyrës të tilla, prandaj edhe të rinjt sot fatkeqësisht të rinjt sot mbarojnë shkollën dhe dëshira E tyra është për me ikë. të largohen nga Shqipëria. Kjo është një plag e pashërueshme akoma, nuk e di kur do vijë ai momenti që të krijojmë atë bindjen se ne mund të bëjmë diçka edhe në vendin tonë. Nuk mungon asgjë Shqipërisë, por na mungon ajo bindja politike, besoj unë. Ane nga në kohën e zgjedhjeve tani, në zonën ku jeton ti, patjetër që gjithmonë në shqiptarët i shfaqim edhe bindjet e ambicet politike dhe bindjet politike dhe e qesim edhe votën hapur, si thonë, jo atë ditë si të votojmë, por para, domethënë pak a shumë e marrim vesh një pjesë madhe se për kam voton X dhe Y. Ja mendon se diaspora votoi Partinë Demokratike apo nuk e votoi, apo ja vodhën si çfarë rendimi ke për atë pjesë? Do ta them me pak fjalë që vota e diasporës nuk është llogaritur fare, nuk është një lloj sikur mos të votuar. Por mënyra si ka funksionuar nuk ka pas asnjë lloj rregulli dhe asnjë lloj votimi. Nuk ishte votimi. Unë besoj që ajo është bërë kështu. Po ashtu që gabim që e pranoi Partia Demokratike. Patjetër, pranoj gabimet vazhdojnë në të drejtim, patjetër. Të gjitha gjërat tjera, opozita, kuptohet ajo është, nuk është vetëm është gabimi i opozitës që vazhdon kjo gjendje, unë besoj. Po, jo, tani me qenë se thotë gabimi i opozitës, me datën 11 maj, u bën zgjedhjet, marrun edhe si përfundim doli fituese Rilindja. E supozojmë, po edhe unë jam i mendimit se nuk ka mundësi për shembull në mandatin e parë, jo mandatin kur fitoi për herë të parë Rilindja, ato nuk arritën me bën 70 deputetë, sot bëjnë 83. Pra, që këto i kanë vjedhë zgjedhjet, manipulu, kjo dihet. Partia Demokratike, po themi, nuk i hupi zgjedhjet, po ju vodhën. Me qenë se ju vodhën, a duhet Partia Demokratike të mos bëte asnjë analizë, mos bëte asnjë ndryshim, thotë ne jemi në rregull se na i vodhën, nuk kemi humbë, edhe s'kemi nevojë me ndryshu kur gjë. Domethënë nga dita zgjedhjeve mbrapa, si e shef aksionin opozitar ti? A duhet bën një analizë, a duhet bën zgjedhje, duhet bën ndryshime, apo janë mirë ato që janë sepse ne kanë vjedhë zgjedhjet edhe ekipi nuk ndryshon? A ti them dy fjalë edhe për protestën që organizu, ndoshta ka lidhje me këtë, mund ta lidhim para shumë. Patjetër që po, patjetër po më. Për protestën e opozitës, protesta që u zhvillu nga opozita në Tiranë tregoi edhe një herë klinimin e tensionuar. Kur kjo e fundit? Po, kjo e fundit. Për këtë po them unë sepse ka pas edhe protesta të tjera, unë po them për këtë fundit tash. Po. Po, liget që priton Shqipëria. Në rrugët e kryeqytetit, në fakt u pan më shumë forca policisë sa protestues. Kontrolle të rrepta dhe masa sigurie pazakonta. Unë e kam ndjek me vëmendje këtë. Sigur vendi ishte përballë një rreziku të madh nga gjithë policia. Një kohë që nuk ishte dash shumë protestues. Kishte, por jo dash shumë. Pra nuk justifikoi kjo masë e madhe policie. Ndërkohë numri i protestuesve nuk ishte as i madh. E kupton? Mobilizimi ishte i frikshëm. Kjo krijon përshtypjen se pushteti shqetësohet me shumë nga zëri i qytetarëve sesa nga problemet reale që përëndojnë shoqërinë shqiptare. Shumë qytetarë ndihen zhgënjur kur shohin se policia dhe institucionet reagojnë me forcë ndaj protestuesve, por pesh mungojnë ose tregojnë pa fuqishëm përballë gjëra të tjera që janë normale në Shqipëri, ka probleme droge, korrupsioni, dhune, atje nuk do t'ja di policia. Harroje. Në shkollat shqiptare ka sa dush probleme të natyre të ndryshme dhe policia nuk është paron ton. Kjo sjell humbjen e besimit tek shteti dhe tek drejtësia. Kur qytetari thjesht ndjen se zëri i tij shtypet, ndërsa padrejtësit vazhdojnë të lëzojnë, lind një dëshpërimi dhe pasigurie për të ardhmen. Kjo është një fatkeqësi e madhe për shqiptarët, sepse ndan popullin edhe dobëson shpresën për një vend më të drejtë, e dobëson të shpresë, pra nuk shpreson njeriu i sotëm që në Shqipëri
do të ketë një ditë drejtësi. E kupton? Ai është largohet. I shikon gjithë aty dhe largohet. Edhe migrantë shqiptarë e përjetojnë në dhimbje këtë realitet. Ata megjithëse larg atë mbajnë zemrën dhe mendjen tek Shqipëria dhe vuajnë kur shohin pamje tensioni, përplasje dhe mungesë stabiliteti. Shumë prej nesh jemi largu pikërisht për shkak të padrejësive, varfërisë dhe mungesës së besimit, sidomos e kam thënë 5 herë sonte. Mungesë besimit tek shteti. Shqipëria ka nevojë për më shumë dialog, drejtësi, respekt ndaj qytetarëve. Protesta është një idë demokratike. Në Shqipëri është elementare kjo. Nuk ka protestë demokratike. Nuk ka. Por vetëm një shtet që dëgjon qytetarët e vet mund të ndërtojë një të ardhme më të mirë për gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë vendit, edhe për diasporën, sepse shteti normalisht duhet të ketë një interes më të madh edhe për diasporën. Kjo që nuk ekziston. Po pra, se ti apo në zgjedhje për shembull, Partia Demokratike që do të marrë në pushtet, shtetitin e për Evropë dhe në Amerikë duke kërku vota, por nuk kërkoi kurrë ose nuk pikëtoi një person që ti thotë zotni hajde e kandido. Domethënë thjesht kërkoi ta përdorte diasporën, po jo ta bënte bashkëpunëtore. Dhe kjo besoj që ka luajtur atë rolin e vet negativ. Tani duke pa këtë qeveri që po punon vetëm kundër interesave të popullit, jo kundër interesave, po deri në shitje të territorit, të pasurive e gjithë shkaje, e ka shpopulluar vend, domethënë ka punuar shumë keq. Vjen nga ana tjetër tek Shpresat e Partia Demokratike dhe partitë opozitare që nuk po dinë me bashkëpunuar, tentojnë bashkëpunë në mëngjes, po deri në darkë prishën e fillojnë e shahen, zihen e nxjerrin gjëra për njëri tjetrin, si nuk e di janë vërtet as janë, po pak rëndësi ka, po domethënë sa debate këtë banale. Tani diaspora është një forcë e madhe, një potencial i madh ekonomik, një potencial i madh intelektual, një potencial në të gjitha aspektet. Është rini, është forcë ndash fizike, ndash politike, ndash gjithçka. Tani meqense politika shqiptare e ka me agjend me më larg atë diasporën, vetëm thjesht një që do ta përdori. Nuk ju duan sepse ju dalin llogarit pasaj gabim, se këto nuk duhet të përfshin njëri sepse duhet me vjedh vet. Diaspora ç'a duhet bëhe? Duhet të aktivizohet, duhet të aktivizohet vet, apo duhet të aktivizohet me në një parti, apo çfarë mendimi ke ti? Apo duhet të rri me papunën e vet edhe kaq. Debati për diasporën shqiptare është gjithnjësht aktual. Shumë shqiptarë jashtë vendit kërkojnë të kenë drejt vote aktive. A kupton, ndoshta u duk sikur diçka do bëhet, por asgjë nuk kanë bë. Diaspora konsiderohet një pjesë e rëndësishme e kombit. E kupton? Megjithatë ka sfida teknike për përfshirjen e saj në zgjedhjen, ka sfida, ka vështirësi dhe nuk është paksa problematike. Një nga problemet kryesore është për shembull organizimi i votimit nga jashtë, është problem. E pam se sa keq shkojnë votimet. Jo se nuk ishte, votimet nuk janë kryer në një mënyrë të rregullt. Nuk diskutohet. O them sot e mrapa çfarë do bëhet. Vërtet është mungesa e vullnetit politik, mungesa e vullnetit politik për zbatim plot kësaj. Por ka vonesa debatet vazhdueshme mbi procedurat e një rregullësie. Sepse përfshirja e diasporës mund të ndryshojë balancat politike. Kjo është e sigurt. Kjo bën a mendon se do më përfshi diasporën politika, pra, apo do më moj jashtë? Jo, janë mirë kështu si janë. Nuk ju intereson. Atëherë çfarë duhet bëjmë është pyetja? Se diaspora jemi dhe unë dhe ti. Janë shumë pak ato politikanë që mbështesin fuqishëm votën e migrantëve. Janë vetë diaspora duhet të organizohet, duhet një organizim. Do më thënë, i mbështet në politikën e Shqipërisë apo i pavarur nga partitë politike? Diaspora
Organizimi i diasporës është i domosdoshëm për të forcuar lidhjen me atë vend, për të siguruar pjesëmarrje reale në vendimarrje. Po, Ndihmon në mbrojtjen e drejtave të emigrantëve dhe në rritjen e ndikimit të tyre në politikën dhe zhvillimin e vendit. Por nuk e di, nuk e duan, nuk ju intereson. Po, jo, unë e kuptoj këta, Mark, a e kupton ti që një pjesa më e madhe, duke filluar që kryeministri ka qenë emigrantë dhe ministra, po thuaj se të gjithë kanë qenë në emigracion, edhe të gjithë janë të dyshuar që gjatë kohës dhe jetës në emigracion janë marrë me trafiqe të ndryshme, janë marrë me vjedhje, janë marrë me prostitucion, janë marrë me trafik droge, armë, shkutadiun, me gjitha të zezët, e kanë ardhur në bë ministra. Si ka mundësi që nuk morën nisi puna Markut, për shembull, një biznesmen i suksesshëm, edhe më i thanë një postë, më thanë hajde ti Mark këtu se ti ke punuar dhe nga përvoja që ke kriju atje, ti dukesh se e ke një farë njohurie, e ke një farë vendosmëri, e ke një farë kapaciteti, po si nuk dolën me marrënimur të aftë, më thanë ti ke aftësi, hajde. Vetëm kush që hajdut, kush që maskara, kush që i poshtër, ato morën. Edhe si shqimet, Shqipëria ka shku për dresh. Shumë shqiptarë që jetojnë njerëz vendit kërkojnë të kenë më shumë drejta politike, sidomos të drejtën e votës. Ata, ne, po them dhe vetë, mendojmë se edhe pse jetojmë larg, vendimet që merren në Shqipëri ndikojnë drejt për drejt në jetën tonë dhe në familjet tona. Për këtë arsye, përfshirja e diasporës në proceset zgjedhore është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të demokracisë. Nga ana tjetër, ekzistojnë sfida organizative teknike për realizimin e votimit nga vendit. Këto përfshin regjistrimin e votuesve, sigurinë e votës, e pamën se si u bën me votimin. Parë këtyre problemeve, përfshirja e diasporës është e domosdoshme. Ajo sjell përvoja të reja nga vendet ku emigrojnë edhe jetojmë, e punojmë. Duke ndihmuar zhvillimin e politikave më moderne dhe më transparente, sepse ne i kemi pasur si bëhen votimet këtu, e kupton? Në vende të tjera, unë jetoj në Greqi, ti jeton në Angli, të tjerë jetojnë në vende të tjera dhe mund të sjellin përvoja të reja. Dhe në Shqipëri nuk i interesojnë këto. Gjithashtu diaspora mund të luajë një rol të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe në forcimin e institucioneve demokratike. Po pse duan ta zhdukin korrupsionin ata? Po duan ta zhdukin korrupsionin, nuk e zhdukin. Çfarë fletore? Po është krejtësisht e thjeshtë. Në përfundim, diaspora nuk duhet parë si një grup i largët nga politika shqiptare, por si pjesë aktive e saj në fakt. Organizimi i saj dhe pjesëmarrja në vendimmarrje janë thelbësore për një demokraci. Që të jetë demokracia më e fortë. Është mirë që diaspora ishte pjesëmarrëse në politikë. Nuk diskutohet. Jo, tani vetë diaspora du të kërkojë me u organizu. Ato nuk të lanë, Mark. Ato nuk të lanë, hiqe menë qatë punë, ato nuk të lanë sepse të shohin duke pas parasysh të gjitha ato që tha, diaspora ka njerëz në nivel, po njerëz që janë mësuar edhe me zbatu ligjin, edhe njerëz që e duan vendin, duan punojnë për vendin. Ndërsa interesat e aty që janë politikë në Shqipëri janë komplet ndryshe nga këto. Pra, du më thanë që diaspora duhet vetë që dali dikush t'i bëjë një thirrje diasporës, dalin 4-5 veta, 10 veta, 100 veta, nuk e di se sa, e të krijojë një ekip që të organizoje, se ka metoda në Facebook, online, bisedojnë, e të arrinë në një konkluzion që të bëjnë një takim diku, edhe ndoshta në zgjedhjet e ardhshme të kenë një përfaqësi, një përfaqësi politike, një subjekt politik, edhe të marrin pjesë, sepse jam i sigurt se unë Mark kam qenë disa herë në Shqipëri dhe kam pas angazhime politike, tani unë s'po them se jam burri afte i Zoti, por nuk e ke idenë çfarë mbështetje merrshim nga shqiptarët, sepse ata kanë një besim të jashtëzakonshëm edhe një shpresë të opozita. Edhe ashtu siç kanë besim dhe shpresë, ashtu edhe këto politika shqiptare nga i noti me agjend na ka vaj larg gjithmonë. Kjo është e çuditshme, është e vërtetë është që diaspora shqiptare po shfaq gjithnjë më shumë shenja organizimi. Në shumë vende të botës po krijohen shoqata dhe grupe komunitare. Këto struktura synojnë dhe duhet synojnë
bashkojnë shqiptarët jashtë të dheut. Është një synim shumë i rëndësishëm. Kohët e fundit besoj unë që zërat të tillë janë për organizim janë bërë shumë të fortë, janë ngrej shumë, dëgjojnë, ngjojmë, kemi bisedojmë me njerëz. Shumë emigrantë kërkojnë përfaqësim më të mirë politik. Kjo një gjë është, sepse kanë kaluar fazën e një ditë pune për shqiptarët. Tani kanë ëndra më shumë shqiptarët, kudo që janë. Dhe kjo është gjë e mirë. Duhen të kenë nuk po del kush vendimet që merren në Shqipëri. Organizimet kanë si mënyrë për të rritur fuqinë e diasporës. Përmes bashkimit, diaspora mund të ketë një zë më të fortë. Kjo mund ndihmojë edhe në mbrojtjen e drejtave të saj, nuk diskutohet. Ka iniciativa që po punojnë për regjistrimin e votuesve jashtë vendit. Të tjerë synojnë krijimin e rrjeteve bashkëpunimit profesional. Ka gjithashtu përpjekje për lidhje më të forta me institucionin në Shqipëri, por që nuk gjen përkrahje. Në fakt, organizimi i diasporës nuk është një proces i lehtë të i kollajt, por pengesat përfshin edhe distancën që është mes vendeve të ndryshme dhe dallimet në vende të ndryshme. Megjithatë, teknologjia e lehtëson këtë, sepse krijon mënyrën e komunikimit dhe mund të bëhen më të thjeshta. Zërat për ndërtim. Po, me qenë se po flasim tani për diasporën, a kishte një të ftuar nga ajo zona ku njefti në këtë samitin e diasporës që organizoi qeveria? A kishte ftuar në një? Po, për samitin e diasporës, është vërtet samiti i diasporës ishte i ftuar njerëz për që të thamon, për dorëtërkitje, për dorëtërkitje plastike. Nga Selanik ku kishte? Edhe këtë e them me krenari dhe me shumë ashtu që nuk pranohen, nuk e dia ka pas ndonjë ashtu të vogël, por pjesa e madhe e atyre që ishin në Selanik nuk pranohen të marrin pjesë në këtë summit. Summit, po, e kuptoj, këtë summit fasad. Kjo është një fasad e vërtet, aty ishte më shumë si një event i Partisë Socialiste, apo jo, nuk e di, e ke ndjek ti këtë? E kam njek, po qa me njek se s'kishte nej interes, nuk kishte nej bron, nuk kishte nej prori, ishte thjesht një akt servilizmi, akt lëpirje, akt mashtrimi, me hedhë, do më thënë, hinë syve Miletit që gjë ne po bajmë. Mark, me qënë semi të Greqia shkum prap, grekt, se me qënë zonë aty kam qënë deri para 6 vjetës dhe ne jemi fut në bisedat thella dhe me grekt, se mi bëma tani ishim mos i të shpis, mërë, a kupton. Si e shohin Shqipërinë në kuptimin politik? A shohin një shtet, nga që thamë që 13 vjet i qeveri, një shtet me stabilitet dhe si s'ka nevojë me një shu kryeministrit, apo e shohin si një shtet ku sundon mafja e... Jo, ato shikojnë nga të fasadën, shikojnë të gjëra si mbasi vërtesit tyre, grekët janë politikanë të zotët, janë të zotët. Po. Ata e shikojnë si të interesoj. E kupton. E vërtet. Nuk e di o Mark, po visht inshallah, si ka thënë, kim si themi në e banë zoti me se më nuku që ne kemi punë të kesh, po inshallah në e paraprit me në kuptimin për merë, edhe rregullojmë në diçka që ne të kështu sikur jemi, me thënë drejtën, jemi gati si jemi të pashpresë. Por, që mas menimit tim, jemi të pashpresë se Shqipëria dhe shqiptarët e Shqipërisë mund bëjnë ndonjë gjë. Me qënë të ne i thonë, po si diasporës i dini gjitha nga Koltuku, nga plas tjera, na jep një mend, po ti një këtu vepër ndryshe. Jo, mërja, se simi këtu nuk jemi me dhanë mend, po imi tu e pa, se jeni të punu këtë pa lidhje. Dhe me thënë, e ke një mend në bish me vjedh, edhe me ba poshtësina,
edhe me pasuru vetën, edhe asgjë, as më punu për kombin, as për vendin, edhe madje më e keqja përveç se s'po punoni, se kur s'punon do të thotë nuk di dhe je demel, edhe dënohesh më pak, po ende e bën më agjend duke ja ushit kujdo edhe duke e shpopullu. Pra unë mendoj se diaspora duhet dali dikush më ta bëjë një thirrje që diaspora të fillojë të flasin Mark. E tha, organizimi nuk është i lehtë, po të fillojnë të flasin sikur po flasim unë ti, një kush tjetër në Facebook, në WhatsApp, një gjë, me një shok, me një mik, shok mas shoku, mik mas miku, edhe të tentojmë, sepse i kemi ca detyrimi, se na ndoshta jetojmë mirë në emigracion, po i kemi ca detyrime ndaj atij vendi e ndaj atij populli, se ai popull nuk janë thjesht popull, po jemi ne, jemi dhe ne pjesë atij populli, nuk jemi ata, edhe jemi ne jemi aty pjesë atij populli, kështu që problemi kryesor në Shqipëri është korrupsioni. Një nga problemet më të diskutuara në qytetin tonë, ai prek institucionet politike kryesore në Shqipëri. Kjo është pengesë për zhvillimin e vendit. Ne na duket sikur zhvillu Shqipëria se shikojmë ca gradacela dhe ca ashtu, por që detyrat e shtetit nuk janë të realizuar më mirë, po të hodhën në sy, do thonë në Tiranë janë ato telat, kabullat elektrik kryqëtëror, Po, është e vërtet. Jemi vendi më i pasur në Evropë me rezerva naftë, dhe kemi naftën më të shtrenjtë në botë, e kupton? Më të shtrenjtë në Evropë taktën. Jemi vend shumë i pasur me ujë, por vazhdon të ketë mungesa ujë, vazhdon të ketë mungesa dritash, vazhdon të ketë mungesat minimale të shërbimit qytetarë nëpër spitale, vazhdon të ketë probleme serioze me gjëra elementare që duhet të jenë në shërbim të qytetarit. Nuk e di. Kjo e ul besimin ndaj shtetit. Sistemi i drejtësisë ka kaluar reforma, por asgjë nuk po bën, e kupton, sepse ka mënyra shumë më efikase që mund të kishte bë, dakord, janë fut në burg ca emra, por asgjë. Lufta kundër korrupsionit kërkon transparencë të madhe, nuk bëhet ashtu. Një gjë tani, ai ti u përgjigj, nuk marr ku ta ti përgjigjem unë. Po, ma thuaj pyetjen, si çfarë thot ai? Jo, ka bën një koment. Mirama thot, diaspora thot duhet të tregojë që ka kreditet për të përfshirë politik. Domethënë është çështje numrash e mbështetje. Nëse dikush është në gjendje të loboj, është thjesht të përfshihesh, por nuk mjafton dëshira dhe teoria. Domethënë ne na quajnë thash njerëz tastiere, njerëz që kemi veç dëshirën, edhe nuk kemi asnjë lloj mundësie tjetër dhe mu përfshi. Stelan Ormark e para, edhe e dyta, ne s'kem pas nevojë se kem pas punë interesi për veti, po tani duhet në interesu për punët atje, se ne për veti s'kemi asnjë lloj interesi me shku mu përfshi asnjë gjë në Shqipëri. Është në jot, vëlla jot, thuaj në të rreur ty. Diaspora ka ajo përbat, diaspora përbat nga miliona shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe Kosovës së gjithandej. Përvoja atyre në vend ndryshme i jep njohuri të bleshme thujnojës. Këto njohuri mund të përdoren edhe në jetën politike. Diaspora i ka kreditet morale dhe shoqërore për të marrë pjesë në politikë. Kontributi i saj ekonomik është i madh përmes lekëve që dërgojnë. Ka qenë deri tash, ka rënë tash, por që këto para ndihmojnë familjen, prandaj zëni i saj nuk mund të injorohet, zëni i diasporës. Në Marko apo në një gjëna jo, se Marko ato thonë përgjigje. Shumë imigrantë janë të interesuar për vendimet politike në atë. Ata duan të ndikojnë në të ardhmen e Shqipërisë. Pjesëmarrja e diasporës në votime e rrit demokracinë, nuk i ul vlerat e demokracisë. Ajo sjell një kundërshtim më të gjerë dhe më modern. Diaspora shpesh ka më shumë akses në sistemet e zhvilluara politike. Po, a disa thonë në Shqipëri jo, Mark? Kjo mund të ndihmojnë në përmirësimin e një shteti, e institucioneve shqiptare. Mund të ndihmojnë, megjithatë përfshirja e saj kërkon organizim dhe transparencë, se nuk na pranojnë njerëz ndryshëm. Po pra, ato shqiptarët çfarë thonë ato? Ato thonë këtu për shkak quhet Marku, edhe të shkojnë në Tiranë të thojë një parti politike, unë kam 100.000 vota, edhe atëherë patjetër do që të presin me kraha hapur. Domethënë ato e kanë vetëm thjesht te numrat.
do me thënë një person që ka drejtu një kompani të madhe për masa ndërkombëtare, që është teknicien i njëj industria, i njëj organizimi, i njëj menaxhimi, ai ndoshta nuk ka kanë me veti votë, thot jo, ti thot mos hajde, thot se ti nuk ke vota. Do me thënë ata, po s'pate numra, mund të kesh men sa të dush se nuk të llogarisin. Pra deri aty ka shku punën që ata duan numrat o zotni, edhe si duan të numrat? Duan numrat të ushtrisë, po në fund në pushtet vin ata. Do me thënë thjesht me të përdor. Po nëse ke men, hiqe men që të marrin, se s'duan men ato. Men thonë kemi vet, a kupton edhe nuk duam numra. Tani numra ne s'u shem shumë numra, ne u shem edhe men. Klientelizmi në Shqipëri është një fenomen i përhapur në jetën politike shqiptare. Ai nuk kupton lidhjet pa drejta mes politikës dhe qytetarëve të bazuar në favore personale. Hajde mbjer votues edhe t'jap t'jap lek, t'japi posta, t'japi t'japi tendra. Kjo krijon pabarazi e madhe, mungesë drejtësie në shoqëri. Qytetarët ndjen të detyruar të mbështesin parti për përfitimin personale. Kjo dëmton konkurrencën e ndershme në tregun e punës. Institucionet publike mund të humbasin profesionalizmin, sepse nuk do shkojë ai që ka zotësinë, por do shkojë ai që ka njohurinë, ka njerëz më shumë, ka votues më shumë, ka ndikim më shumë, ose është më i fortë. Shqipëria është zona e të fortit. Klientelizmi ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit. E kupton? Investimet shpesh pengohen nga mungesa transparencë. Besimi i qytetarëve në shtet ulet ndjeshëm kur është me klient. Pra, meritokraci duhet. Nuk ekziston, nuk është në Shqipëri. Nuk janë ata njerëz që duhet të jenë. Shumë të rinj ndjen dekurajuar dhe largohen nga vendi. Dhe po e shikojmë, kemi thënë disa herë, emigracioni rritet si pasojë e mungesës së mundësive të barabarta. Po nuk ka mundësi barabarta në Shqipëri, harroje. Jo. Nuk bën fjalë. Megjithatë, ndryshimi është ngadalë dhe i vështirë, patjetër. Reformat në administratë janë hap i rëndësishëm për mirësim, por nuk bëhen. Jo. Transparenca në punësim mund të ulë ndikimin e klientelizmit. Edukimi qytetar është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Patjetër shumë i rëndësishëm. Duhet të jemi të edukuar, të njohim, të dim. Jo, ne kemi ngel mrapa, Omar, në të gjitha aspektet, edhe në vend e punës tani çka bajnë këto për shkakun. Këto masi kanë fut këtë njerëzit e vet në punë, janë tu e fryrë shtetin sepse duan me siguru vota, ç'a bajnë? Marrin e shohin kush është në një që është demokrat dhe ka qik në shteti, thonë hajde këtu, ka kene njëri për në punë, thonë, ndoshta asaj nuk e bën, po a ke vajzën, a ke djalin, a ke dhanrin, a ke nosën, a ke kushenin, sepse kështu tani duhen me afru ai klientelizmi që sapo thotë ju, domethënë në vend që të vijë një moment që të fillojë të ngadalësohet edhe të ecim të bëjmë hapa përpara në drejtim të zhdukjes së kësaj kulture klientelise, ata vazhdojnë që ta bëjnë edhe më shumë se edhe këto të majtit që kanë vjedh. Tani ç'a bëjnë? Kanë filluar duhen me hik, kanë marrë para shumë, por nuk ju jetohet në Shqipëri. Edhe duhen me shku me jetu diku jashtë, lanë vendet e punës, këto pastaj u shesin tjerëve. Se kanë ndërtuar një Shqipëri të tillë, ato se kanë ndërtuar për vete, ato e kanë ndërtuar me vjedh, pastaj me hik për vete, me shiju parat e vjedhme, edhe nuk kanë problem që Shqipëria të heci përpara, sepse ata nuk dinë çfarë është kombi, nuk e dinë çfarë është ardheu, ato dinë bish çfarë është parja dhe janë në rregull nëse kanë çato letra. Prandaj e themi që qytetarët duhet të reagojnë më aktivisht ndaj problemeve që prakin shoqërinë. Reagimi qytetar, element i rëndësishëm i demokracisë. Reagimi është element, është tregues. Pa pjesëmarrje aktive, ndryshimet nuk ndodhin ose ndodhin shumë më bash. Qytetarët duhet kërkojnë më shumë transparencë nga shteti dhe nga zëri tyre duhet mund të ndikojnë vendimarrjet politike, por nuk kurse ngre zërin. Nuk ka se si të plotësohen ata që nevojiten qytetarit. Pra, po, qytetari do të ngjitet kundër atij që është në pushtet. Tani që të ngjitet kundër atij që është në pushtet, vetë nuk e kanë atë nivel për më ngret, sepse nuk janë të organizuar në sindikata apo në shoqata ku ta diune, edhe ata duhet binden
duhet binden, për shembull, duhet jetë opozita që të kryet atë frymën e besimit që ajo opozitë ka program si ati edhe ka në plan të parë qytetarin. Edhe ato shohin e mbështesin, por duke mos pas besim edhe te opozita, se dhe vetë opozita ka rreth vetës njerëz të paaft, njerëz interesagjin, njerëz që veç mendojnë për vete, edhe pastaj ato thonë, po pse ku të shkojnë, ku të mytëm, shkojnë për këta që të vijë ky e të pasurohet ky prap, edhe i vjedhur se i vjedhur, po nga ngjyrat ndryshme, atëherë e futi shkret i thot, po rrej thot që më ka, fam në telefon, në televizor, ku ta diune, edhe nuk përfshihet fare, sepse nuk është kryu ajo fryma e besimit. Mark, ne jemi drejt fundit, do Mark, por ne nuk kemi afate kohore, po zakonisht ka që zgjasim 1 orë e shrek, 1 orë e gjysmë, kanë shku dhe 2. Tani ti nëse ke edhe diçka që mendon që nuk e ke thënë, unë nuk arrita me ta nxjerr si thonë me grep, edhe do me thënë ti je i mirëpritur që të thush në diçka, në mesazha, në ku ta di unë. Çfarë dush ti me thënë për një gjusin e radios? Për politikën, prap mund të thosha që problemi kryesor në Shqipëri sot është politika. Premtimet e paplotësuara që ndikon shumë edhe për zgjedhjet. Nga një tjetër Shqipëria ka bë hapa ndoshta përpara duket kështu, por janë hapa falso. E kupton, megjithatë fenomenet si korrupsioni, klientelizmi dhe ndikimi politik në administratë vazhdojnë të jenë sfida të rëndësishme. Këto probleme dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ngadalsojnë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, të vendit. Një element tjetër, thamun, i rëndësishëm është roli i qytetarëve dhe shoqërisë civile. E tham të disa herë që të reagojnë, të bëjnë, nuk bëhet në Shqipëri dhe uroj që të ndodhë një gjë të tillë. Në përfundim, politika shqiptare është një proces vazhdueshëm zhvillimin, tha. Ajo duhet të ketë arritje, do vi moment që të ketë arritje. Por ka sfida serioze që kërkojnë angazhim të përbashkët. Dhe qytetarët mendojnë për një ardhmë në Shqipëri më të mirë dhe më demokratike. Nuk kam një gjë tjetër të veçantë për të thënë Gënc. Një Altin Leshin nga Selaniku a njeh? Po. Sepse Altini thot vetëm po mora unë drejtimin e diasporës të në Selanik, thot. Po, Altini është i aftë, është njëri që mund të bëjë drejtime, patjetër, por nuk është i angazhuar asfakt. Altini, po i vjen telefoni tash ti, po doja fik telefonin. Po fika telefonin edhe thuj Altinit, nëse flet thuj, me qenë se thuj ti e bati thuj, mendon se po ta drejtosh ti diasporën e Selanikut në shon, do të marrim në natë në radio të na i thush të gjana thuj, se çfarë mund të bësh, që ta dim atë mbështesim apo jo. Besoj ka Selaniku, sidomos ka njerëz shumë zotet, shumë zgjuar, profesoreta, njerëz të artit, kulturës, të cilët kanë shumë për të thënë. Din, i thonë shumë bukur, din të flasin shumë më mirë sa Marku, kanë njohuri shumë më shumë sa Marku, dhe sa shumë të tjerë. Dhe vjen keq se janë në hije, e kupton, është mirë që këtyre njerëzve t'ju ofrohet mikrofoni, t'ju ofrohet shumë gjëra, shumë pjesëmarrja njëra tjetër, por nuk e di, prandaj dhe ne shqiptarët kemi shumë punë dhe kohë për të arritur në destinacionin e duhur. Tani Mark, para se të hikish, me qenë se thu se Selaniku ka plot njerëz, unë njoh plot njerëz në për shqiptarën në Shqipëri edhe në për botë, dhe mundohem me sa njoh unë, po nuk njoh këtë Shqipërinë, nuk njoh këtë diasporën, kështu që çdo kush që do ketë dëshirë, me dhënë mendimin e vet, mikrofoni i hapur, ky emisioni im edhe radio në përgjithësi, Window Radio është e hapur për këdo. Po ne thash, ku ti kapun, ndoshta nuk e njoh atë personin, njefti mund të më thush ose mund t'i thush, më drejtohet, më thot, kërkoj, edhe ne jemi këtu, o Mark, pra ne kam qenë emisionin mikrofoni i hapur, sepse do të flaja si kush doje që ka një mendim e ka një fjalë. Për sa kohë nuk është ekstremist politik, ekstremist fetar, edhe
duhet ketë edhe kulturën e komunikimit, jo të komunikojë bukur, sepse ne njerëzit, si janë disa për shkak thonë, ai komunikon bukur, po nëse ka dalë në televizor 100 herë e 1000 herë, ai e ka ashtu atë cilësinë, e ka rregulluar çik cilësinë e komunikimit. Ndërsa ai tjetri që nuk ka eksperiencë në radio në televizor, ai ndoshta nuk e ka shumë oratorin. Ne nuk duam oratorin, ne duam fjalë të dala nga zemra dhe nga mendja. E një patrioti, e një personi që i interesohet për Shqipërinë, kaq. Masanë nëse nuk i thot bukur, nëse i thot nuk i thot bukur në prap, e kuptojmë rëndësinë, e kuptojmë bazën, e kuptojmë bërthamën e muhabetit. Pra kushdo që mos hezitoj askush që të thotë jo po unë s'kam dalë asnjëherë, jo po nuk mund dal, jo po nuk e di, jo po nuk unë flas. Jo, ti siç e pasit për ty as intervista e parë, besoj se ishim shumë të thjeshtë në komunikim, domethënë nuk ka asnjë vështirësi, edhe çdo njeri as i lirë i përgjigjet çdo fjalë e pyetje që don, edhe ta na shkaloj çdo pyetje që don, por të nxjerrë dhe vetë ata që do të thënë nëse nëse kemi pyet, se ne jemi këtu për të biseduar, ajo që thash unë, diaspora duhet mlidhet, duhet grumullohet, duhet bëhet, pra ne jemi këtu me Thirr Marku, me Thirr Altinin, me Thirr Nuan, me Thirr Çazimin, me Thirr Ylberin, me Thirr kado që ka një fjalë, ndoshta nxjerrimi diçka të përbashkët, edhe ndoshta bëhemi bashkë edhe bashkëpunojmë për të mirën e atij vendi, sepse siç tha ti, ne në përgjithësi pak a shumë në një formë apo në një tjetër sikur kemi punë pak më ndërzi. Mark, unë të falenderoj shumë, Mark, që ishe pjesë e bisedës, edhe për sa herë dush të kesh dëshirë, mikrofoni i hapur, edhe komplet radja është e hapur, jo vetëm për Markun, por si që thamë për këdo. Unë të falenderoj. Gjithashtu të falenderoj, i falenderoj gjithë ata që ndoqën këtë emision të Radio Suaj, vlerësoj shumë praninë e tyre, sepse programi pa ata që ndjekin nuk ka kuptim. Shpresojmë që temat e trajtuara t'ju kenë interesuar dhe t'ju kenë dhënë një informacion të vlefshëm atyre që ndoqën këtë emision. Mirënjohje për çdo dëgjues që na mbështet çdo ditë radion tuaj. Ju urojmë një natë të mirë, të bukur, të qetë dhe presim emisionet tuaja të radhës me shumë. Këtu do jemi, edhe desha të them që ke miqe, ke shokë edhe ke simpatanta, sepse e shoh që son të ndjekja ka qenë çik më e lartë se herë tjera, edhe duket se ato një pjesë e mirë kanë qenë ata që kanë dashur me një gjuhë Markun, po nëpërmjet tem një gjuhë në mua, inshallah rrin aty edhe për herë tjera e mohan miq të radios, sepse ne bisedojmë thjesht por me qëllimin e mirë, për punë të mira. Mark, ma bafsh natën e mirë. Natën e mirë dhe përshëndetje gjithë emigrantëve në Londër. Faleminderit shumë. Ju uroj mbarësinë familjet e tyre, të kenë mbarësinë punën e tyre dhe të jenë mirë çdo hap të jetës. Ju përshëndesim dhe urojmë që të kemi një bashkëpunim si diasporë që jemi dhe ta mendojmë njëri tjetrin, të mendojmë vendin tonë, të duam vendin tonë, të duam familjet tona, se duke dashur vendin tonë, duam familjen tonë, fëmijët tonë. Natën e mirë. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues të Uindo Radio, unë Gens Paçuku nga studio në Londër, kisha të ftuar sonte emigrantin në Greqi, në Selanik, Marku. Bam një bisedë të qetë, besoj, edhe produktive, tham, dha mendimet, por nuk mbaron këtu. Mendime ka plot, njerëz që duhet flasin janë plot, edhe radio jon është e gatshme të mirëpresi çdo që don të flas, të dëgjoj, të na shkruaj me mesazhe, me komente, edhe ne do krijojmë mundësinë çdo njeriu për të thënë fjalën e vet. Por me një kusht. Fjala do të jetë për shqiptarin, për kombin, për adheun, për dalë një mendim, për dalë një ide, për të dalë nga ajo vorbull që e ka mbuluar Shqipërinë, edhe me sa duket jemi ndër vendet e pakta në botë që në vend se të hesim përpara, po hesim mrapa. Në vend që të rritemi, po zvoglohemi. Në vend që të shtohen njerëzit, po ulet numri i njerëzve. E vetme gjë që shtohet në Shqipëri është emigracioni, domethënë shqiptarët vazhdojnë të emigrojnë çdo ditë, edhe duke pas parasysh se situata ndërkombëtare edhe në vendet e zhvilluara nuk ka shumë
optimale, pra që si rregull, jo nuk duhet ta tërheqi emigrantin, por ka shumë emigrant nga këto vende që po mendojnë të kthehen në vendet e veta sepse po hasin vështirësi. Ndërsa shqiptarët vazhdojnë prap të emigrojnë, sepse në Shqipëri nuk ka shtet, ka mafje. Shqipëria është një rrumpall, është një xhungël e vërtet. Po mish, se si rregull duhet ta kishim marrë emisionin, po them edhe një 2-3 fjalë thjesht për. A e keni pamur që shkojnë makinat, nalen makinat në autostradë, nalen makinat, edhe fillojnë në rrifën shqiptar, do me thënë rrifën në autostradë, makinat tja duhet me prit, me bëma tifozin të detyruar apo të imponuar. Po ku shifet kjo më në qarë vendit botës? Unë se kam shëtit këtë botën, po një gjëmë lajmet. Do me thënë që a shifet kun edhe ne pretendojmë, shqiptarët sot politikisht debatojnë, do hapen negociatat, do hapen këto kapituj, do futet Shqipëria në Bashkimin Evropian, Partia Socialiste e Rinia që është në pushtet, që mos qoftë, thot po, i jemi gati, thot i kemi rregulluar gjitha. Opozita thot jo, nuk jemi gati, nuk është më asnjë. Po a megjithatë, flas për ne diaspora që jetojmë në Evropë, që e dim se çfarë Evropa. Po a megjithatë mendoni se ne mund të hyjmë në Evropë në këtë kushte ku jemi, ku shqiptarët vazhdojnë të rrifën për i fjalë goje, ku shqiptarët vritën, ku shqiptarët protestojnë për të drejtat e veta, se unë kam vretje për protestat e opozitës, se nuk bëhen në formën e duhur, edhe nuk kryhet fryma e duhur, por që kanë të drejtë protestojnë, madje jo ashpër, si kaq, po edhe më ashpër, është një drejtë që duhet protestojnë shumë edhe më shumë. Edhe forma se si tillë qeveria është gati duke u tentuar t'ju mohoj të drejtën e protestës shqiptarëve që jo janë për protestë, po janë për të shkuar edhe për të mbyllur derën kryeministrisë, që kryeministri mos futet më që të shtrojë detyrën e vet. Dhe këtu ka shku puna. Po nuk e di, pse nuk e bëjmë, duhet ta gjejmë formën, ta gjejmë mënyrën, se nuk shtyhet më. Unë që jetoj në Britaninë e Madhe, siç i thash edhe më herët, janë shkërkuar kryeministrit nga vetë partia vet, nga deputetët dhe ministrat. Janë shkërkuar të dorëhiqet dhe partia të shkojë në zgjedhje për një kryetar të ri, ndoshta pastaj edhe në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Dhe nëse ai dorëhiqet, bëhen 7 kryeministra nga 2020 që kanë ardhur këtu deri në vitin 2026. Do më thanë një kryeministër më pak se një vjet. Edhe Shqipëria 13 vjet një kryeministër. A thuhet se Shqipëria është vendi i lullëzuar, ku gjithë bota i ka syt nga Shqipëria për ta marrë si shembull? Pra, politika ka punën e vet. Punë e politikës janë për të vjedh, për të mashtruar, për të pasuruar, edhe mos e mos i gjan për popullin, se po vodhe e ti marrë shkret për veti, pastaj nuk njëjtë gjë për popullin. Po ne, a kemi ndonjë detyrë? Jo ndaj atyre palasheve. Ju kërkëndjes për fjalorin, se nuk është normal, po situata të bën që dalësh nga një herë nga kontrolli. Ne kemi detyrim ndaj vetes tonë, mos i të lejosh që të vjedhë i tjetri pasunin. Rusi, Ukrainë në luftë. Për çfarë? Për tokë. Rusi thotë kjo është pjesa ime, Ukraina thotë jo është e imja. Edhe çfarë? Nuk vjen dakord edhe bëjnë luftë. Pra, për tokë është luftue, që sa kryen njerëzimi dhe luftohet prap. Nësa shqiptarët shkon ja me rrej, e nxjerr ligj mas ligji, jo investitor strategjik, jo paketa maleve, ju merr tokën, ju merr pasunin, ju thot ikni tani, si Grami me Vreshtin, që i tha Grami, tha mle pak e të fute me kur u fut, si Zofremen Vreshtit i tha, tani ndash rrim ndash ik, edhe ato i thot ndash ik, ndash rri, se tokën e mora unë. Dhe ne vazhdojmë të jemi njerëz të lumtur në Facebook edhe para ekranit televizorit, duke pa Big Brotherin, duke pa kufitusja Big Brotherit, që Big Brother unë se shoh, po thonë që është në vot, e voton populli, edhe nuk di emrin e vërtet të Nën Terezës, edhe nuk di
nuk di, jo vetëm ata, po nuk e di se sa vite ka shekulli. Pra, edhe ne e votuam ata për të fituar Big Brotherin, pastaj tani hiku Big Brotheri, edhe jemi ke ferma. Ashtivisht që kam një gjuhë, se kam njekë, se ashti unë nuk unë shkoj në kaq banalitet, njek edhe Big Brotherin, njek edhe fermën, edhe përpusën e ku ta di unë si qajnë ato emisionet. Pra shqiptar, duhet që t'i vem menjen kokës, edhe të menojmë për vete. Se s'ka bon vaki, ajo që bon vaki në Shqipëri, ne me menu për hajdutin. Do më thanë, ne të menojmë për politikanin, sepse politikani duhet të rejë me kolare, nuk unë punoje, ashtë i përjetëshëm politik, me profesion politik, edhe s'ka për të mos i punë, do t'jetuje duke bjedhë, duke korruptue, edhe ne mas atyne. Sa kemi buk me horë, ne as kemi, kjo s'është rëndësishme, sepse ata e njërës rëndësishëm, edhe ata njërës rëndësishëm, që kush i njef nga afër, e kupton shumë qartë mediokritetin e tyne. Ashtë turp të mështesim këta politikanë. Pra ne, duke fillu nga diaspora, sonë besoj që ka njerëz si shpresë vetme, qoftë shaj gabuar, disa du numrat e diasporës, jo, unë du inteligjencën e diasporës, du dëshirën e diasporës për ta parë Shqipërinë të zhvilluar. Du patriotizmin e diasporës për ta mbrojtur vendin dhe jo për ta shit. Që aty fillon, nga aty do të fillojë organizimi. Jam i sigurt i kanë parë shqiptarët se shqiptarët e duan diasporën, sepse ja kanë parë dhe harën që t'jemi realista, shqiptarët e duan diasporën, edhe besoj që çdo iniciativë e diasporës e organizuar nga njerëz me mend, nga njerëz me ideale, nga njerëz patriot, jam i sigurt se përtej forcës që ka politika shqiptare, sepse ka paran, ka mafjen, ka pushtetin, jam i sigurt se diaspora, një formacion politik nga diaspora, do ta shkërmoqi politikën shqiptare edhe do të marri fatet e vendit në dorë. Nëse e bëjmë, nëse nuk e bëjmë, ne nuk kemi asnjë shans për të ecë përpara, jemi drejt asimilimit edhe zëvendësimit me raca të tjera. Prandaj, kush nga diaspora e ligjon këtë radhje, unë ju bëj thirrje. Ja, thirrja ime, të bëhemi. Ore, je në New York, je në Amsterdam, je në Rom, je në Berlin, je në Londër, je në Paris, ku ta diun se ku je. Nuk është të thanë që të vish të ke unë në Londër ti, apo shkoj në New York, bisedoj me njërin të pi një kafe, sepse s'kam kohë, mu marr me atë punë. Momentalisht, para ma, mund diskutojmë nëpërmjet rrjeteve sociale. Vini në radion tonë. Diskutime ka plot tani. Rrjetet sociale kanë mundsuar diskutimet, bisedat pa shpenzime. Edhe të fillojmë të fillojmë një herë, të fillojmë e ta diskutojmë. Pastaj ndoshta jam një emërus përbashkët, që emërusi përbashkët do të jetë, domethënë përpjekja për të shpëtuar Shqipërinë. Edhe fillojmë avash, dal nga dal, por është e rëndësishme që nëse fillojmë, edhe ta fillu akoma, ne fillojmë me mendu se unë do t'jemi pari, edhe ti i dyti, ose po unë pse t'jemi treti, atëherë ne nuk bëjmë asnjë gjë asnjëherë. Dijeni se nëse e organizojmë një diçka të tillë, flas ka tentativa plot. Ka tentativa plot që së shpejti do t'i nxjerrim këtu, ka tentativa plot për bashkim, për bashkëpunim edhe fillim të një lëvizje të diasporës. Në qoftë se unë e bëj këtë thirrje, edhe ne bashkohemi, por unë masi të konsolidohet ky bashkim shqiptarësh, unë nuk do të jem kërkushi në elitën e këtij bashkëpunimi, në drejtimin e këtij bashkëpunimi, unë nuk jam i humbur. Unë jam krenar se isha pjesë e fillimit. Jam pjesë e zhvillimit, jam pjesë e mbështetjes. Pra kështu shqiptarët i shohim gjanat. Domethënë si, nuk ka rëndësi se kush është aty. Rëndësi ka që ti edhe ti je aty. Nuk ka rëndësi se kush është i parë. Patjetër që është e rëndësishme se kush është i parë, po jo domosdoshmërisht duhet të jem unë, apo X-i apo Y-i. Këta e vendosin njerëzit që angazhohen, e vendosin në votë, e vendos aftësia, integriteti i çdo kujt. Ne kemi pastaj një detyrë,
të mbështesim edhe të vazhdojmë. Por edhe ne mbështetësit, në qoftë se na ecë kjo punë, kemi krenarin se kemi bën diçka, se edhe mbështetja është punë. Puna kryesore është leadershipi, po një leadership pa mbështetje nuk mund bëjë asgjë. Pra ja që edhe mbështetja është shumë e rëndësishme, edhe çdo kush nga ne ngjelet i rëndësishëm në qoftë se e mbështet këtë lëvizje. Besoj që kjo lëvizje do të vijë së shpejti. Miq të nderuar të Uindo Radio, e përsëris unë Gens Paquku nga studio në Londër. Isha pak më parë në bisedë me emigrantin mirëditor që jeton në Selanik të Greqisë, zotin Marku. Marku punëtor, pastaj Marku biznesmen, pastaj Marku poet, pastaj du me thënë që Shqipëria e diaspora ka prodhuar njerëz që në fillim kur ka qenë nevoja kanë qenë njerëz pune, por duke punu edhe duke përdorur edhe mendjen dhe inteligjencën kanë ecë përpara, janë bë të zotë të vetës, edhe janë gjithë të gatshëm të kontribuojnë për atë vend tonin që quhet Shqipëri. Mos hezitoni të nderuar, mos hezitoni. Është akt patriotik, kontributi për vendin. Është sakrificë, por sakrificë që ja vlen. Sepse dikush thotë, çfarë të japin ty, çfarë fiton ti. Që në atë moment ne e vrasim sakrificën, nëse mendojmë se çfarë do të na japin edhe çfarë do të fitojmë. Nuk do fitojmë ne, do të fitojë kombi, do të fitojë Ardheu. Nga bafshi natën e mirë, ju përshëndes nga Londra, edhe të martën tjetër dëgjohemi përsëri bashk, por në çdo rast radio është e hapur 7 ditë të javës, kështu që çdo kush është i mirëpritur në çdo moment ta thot fjalën e vet. Natën e mirë dhe faleminderit që na ndoqët. Gens Paquku, Londër. Mikrofoni hapur nga Gens Paquku në Uindo Radio.am.